Përshëndetje, dhe sot më gjeni tek ENT Klinik. Do doja të ndaja eksperiencën time të ardhshme. Unë kam vendosur që të bëj një ndërhyrje tek hunda ime, sepse kam një lloj problemi të vogël shëndetësor tek pjesa e frymarrjes dhe gjithashtu njëkohësisht dua ta shfrytëzoj edhe për nga ana estetike. Ju do të thoni pse ENT Klinik. Sigurisht është një proces shumë i vështirë për të marrë në jetë, sepse nuk është diçka e vogël të ndërhysh tek shëndeti, tek pjesa e hundës, por unë pas një hulumtimi shumë të madh tek gjithë njerëzit që unë i njoh, familjarët e mi, shoqërinë time, unë zgjodha ENT Klinik sepse këtu ndodhet doktor Julian Dervishaj, i cili e kryen operacionin me teknikën e mbyllur dhe me aq sa kam parë, rezultatet janë fantastike dhe shumë të suksesshme. Tani unë do i futem operacionit dhe me zi pres që të shohim së bashku rezultatet. Shihemi më vonë. Përshëndetje, sot kemi për të oferuar një nga këto gocat që ka marrë pjesë në emisionin e Përputhen, e cila kërkon detajet të hundës saj. Hunda saj nuk është me të vërtet shumë e madhe, nuk ka defekte të mëdha, thjesht detaje milimetrike. Kërkon të heqë pjesën e gibusit, si dhe majën e ka pak të gjerë, mendojmë që t'ja hollojnë pak të pjesën e majës. Mund ta fokusoj dhe më afër dhe ta shohësh që është pjesa e gibusit dhe pjesa e majës që është pak e trash. Pjesa e gibusit dhe pjesa e majës. Atëherë sa mbaruam ndërhyrje, bëm rinoplastik të mbyllur, hunda nuk ka asnjë shenjë, nuk ka asnjë preje, çdo gjë bëhet nga brenda hundës. Është një procedurë e shpejtë që nuk jep dhe entje dhe hematoma që i themi në gjuhën mjekësore. Arritëm rezultatin që hunda ishte pak e drejtë me pak kuris, ne i dham një hark natyror, të cila i jep hundës një bukuri dhe i shkon fytyrës gocës, plus bëm dhe hollimin e majës. Më vonë do ta kapësh dhe me detaje që ta bëjmë dhe atë krahasimin para pas se si ka qenë hunda. Përshëndetje, dhe ja ku më gjeni sot sërish tek ENT Klinik, tek doktor Julian Dervishaj. Sot më lumtur se kur. Sot bëhet java e tretë nga kryera e operacionit të hundës me teknikën e mbyllur. Vetë personalisht kam ngel shumë e kënaqur. Përse do thoni ju? E para, pas një dhimbje, e dyta, pas një shenjë dhe e treta, kam thyer tabun e temperaturave të larta të sezonit veror. Kam kryer operacionin në pikun e sezonit veror ku temperaturat shkonin 40 gradë Celsius dhe unë nuk kam pas asnjë lloj shqetësimi shëndetësor. Ndihem shumë faleminderuese për ENT Klinik dhe për doktor Julian Dervishaj për shërbimin cilësor dhe jo vetëm. Dhe ngrohtësia që të falin këta këtu është e pakrahasueshme. Do shihemi së shpejti sërish këtu te ENT Klinik me disa shërbime të tjera mjaft cilësore që i kryen këtu.